Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, njërazi drejtues politik i qarkut të Korçës, Niko Peleshi, ka konfirmuar nga Maliqi në një deklaratë për mediat ngritjen e Komisionit për Reformën Territoriale Administrative, duke theksuar se procesi po ecën në frym bashkëpunimi mes forcave politike. Sipas Peleshit, synimi kryesor mbetet arritja e një produkti final të përbashkët, i cili do t'i japë reformës stabilitet afatgjatë dhe do të shmang ndikimet politike në hartimin e saj. Është e vërtetë që është krijuar Komisioni për reformën territoriale administrative. Lajmi i mirë është që deri tani kemi një bashkëpunim bipartizan, edhe shpresoj që edhe produkti final të jetë një produkt i përbashkët, pra të ketë dakordsinë e dyja forcave politike, sepse kjo ta bënte reformën natyrisht më të qëndrueshme. E rëndësishme është që produkti final natyrisht duhet të orientohet nga nevoja për të rritur eficiencën e bashkive tona. Peleshi theksoi se variantet e propozuara deri tani janë ende në fazë diskutimi dhe kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm, duke vënë theksin te nevoja për rritjen e eficiencës së bashkive dhe shfrytëzimin më të mirë të potencialeve, sidomos në zonat rurale. Në këtë kuadër, Peleshi solli si shembull qarkun e Korçës, ku ndërthurja e zonave urbane me ato rurale pas reformës së vitit 2015 ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e bujqësisë. Një gjë e mirë e reformës së vitit 2015 është që ne për herë të parë patëm bashki që janë edhe rurale edhe urbane. Kemi për shembull në qarkun e Korçës, ne kemi fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri. Siç ka qenë formula para 2015-s, me bashki urbane dhe komuna rurale, nuk mund të shfrytëzonim këtë potencial. Bëm një hop shumë të madh me bashkitë e ndërthurura urbane rurale dhe kjo duhet patur parasysh, mendoj unë, për gjithë vendin. Duke ju përgjigjur shqetësimeve për një reformë të orientuar politikisht, Peleshi e mohoi kategorikisht një qasje të tillë, duke theksuar se edhe reforma e mëparshme nuk ka pasur ndikim partijak. Absolutisht që nuk duhet të jetë në tavolinë ky faktori politik. Unë nuk jam dakord që ky faktor ka qenë edhe në reformën e vitit 2014-2015, madje jam dëshmitari i asaj kohe, nuk ka patur një faktor të tillë dhe një formulë politike që ka orientuar reformën, përveç se eficiencën. Besoj që ishte një hap shumë i mirë përpara, një hop cilësor drejt arkitekturës së re të bashkive tona, por siç e thash, ka gjithmonë dinamik, ndaj dhe ka ardhur koha për një reformë të re. Sa i përket zhvillimeve brenda Partisë Socialiste, ai i cilësoi si normale diskutimet dhe debatet, duke mohuar zërat për përçarje. Nëse referoheni thashë themeve, unë nuk mund të komentoj thashë theme pa substancë politike, nuk di ç'do të thotë përçarje, natyrisht ka diskutime, orë të gjata diskutimi kemi patur dje dhe kjo besoj është e shëndetshme. Pra nuk ka përçarje. Natyrisht që s'mund të quhet përçarje diskutimi. Ndërkohë, për bashkitë minoritare, Peleshi bëri të ditur se ende nuk ka një variant përfundimtar, por garantoi se identiteti etnokulturor dhe gjuhësor do të jetë pjesë e rëndësishme e reformës. Nuk jemi ende te një version përfundimtar, kështu që s'mund ta them unë, edhe s'mund ta them tani, edhe nuk e di, por mund të konfirmoj që identiteti kulturor, etnokulturor, gjuhësor është një nga elementet e rëndësishëm që duhet të merret dhe po merret në konsiderat nga Komisioni i Reformës. Padyshim është një nga faktorët që duhet mbajtur parasysh. Në fokus të reformës, sipas tij, mbetet edhe përballimi i lëvizjeve migratore dhe gjetja e formave për të mbajtur popullsinë të lidhur me territorin, veçanërisht në zonat periferike. Reforma territoriale administrative pritet të jetë një nga proceset më të rëndësishme politike dhe institucionale të periudhës në vijim, ndërsa sfidë mbetet arritja e një konsensusi të gjerë dhe një ndarje të re funksionale që i shërben zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Këtë deklaratë Niko Peleshi e dha pas zhvillimit të asamblesë në Maliq, ndërsa pas këtij qyteti, Peleshi do të zhvillojë asamblen edhe në Pogradec.